Dhera, balt, mbetjet e ndryshme inerte kanë përfunduar mëngjesin e kësaj të shtune në brendësi të lagjes Kushtrimi në zonën e njohur si ish fabrika e tullave në Vlorë. Mbetje inerte, balta dhe dherat e shumt kanë përfunduar në bllokun e banimit nga pjesa e Kodrës sipër pas 2 ditëve të fundit me rreshje të dendura shiu të cilat prekën qytetin. Balta dhe dherat kanë bërë që ky bllok banimi sot të zhytet edhe më tej në degradimin infrastrukturor. Rruga kryesore në brendësi të ish fabrikës së tullave është pushtuar nga balta dhe dherat që kanë përfunduar aty nga pjesa kodrinore. Rrugët në brendësi të kësaj lagjeje mund të konsiderohen totalisht të pakalueshme nga këmbësorët, por edhe nga automjetet. Një pirg i madh balte dhe dheu gjendet përgjatë segmentit rrugor që lidh mes tij qindra familje që jetojnë prej vitesh aty. Krahas dherave dhe baltës në zonë kanë përfunduar edhe një sasi e lartë me mbeturina, të cilat si pasojë e rreshjeve të shumta kanë shkuar deri në afërsi të banesave. Banorët përballë kësaj situate kanë nisur të gjejnë zgjidhje emergjente, duke vendosur blloqe të ndryshëm betoni vetëm për të kaluar mes baltës, dherave dhe pirgjeve me mbeturina dhe për të dalë nga shtëpit. Ka edhe nga ata të cilët kanë nisur të betonizojnë pjesën hyrëse përpara banesave, ta ngrenë këtë të fundit në nivel në mënyrë që balta dhe papastërtitë mos të futen në brendësi të shtëpive ku ata jetojnë. Disa të tjerë kanë bllokuar me thasë rëre apo edhe duke përdorur vetë baltën çdo pjesë hyrëse të shtëpive nga ku mund të futen ujërat e shiut në brendësi të oboreve rrethuese. Kjo situatë e shkaktuar rëndon edhe më tepër këtë blok banimi dhe kushtet e jetesës së banorëve në të. Po flasim për një lagje, një zonë e cila ndër vite ka vojtur mungesën e infrastrukturës, një blok banimi me rrugën e degraduar, kthyer në shjetësim prej vitesh për banorët e zonës, mes baltës dhe pellgjeve me ujë të ndotur, sa herë që ka shi, por edhe në ditët me motë të mirë, mes plurit dhe një sër mbeturinash. Banorët prej vitesh kanë kërkuar investime, rehabilitim të rrugës, por asgjë nuk është bërë. Krahas kësaj situate, për të mos mjaftuar ajo, aty ka nisur të mbërin edhe mbetje inerte, balt apo edhe dhera nga pjesa kodrinore, duke bërë më keq gjendjen infrastrukturore të bllokut të banimit, të kthyer sot në të pajetueshëm për qindra familje që jetojnë prej 10 vitesh në zonë.